Në fund të mbledhjes së Këshillit Bashkiak, jashtë të rendit të ditës, këshilltarët e opozitës kërkuan tërheqjen e titullit qytetar nderi dhënë kryetarit të ekzekutivit Lushnjë në vitet 1975-1989, Gjergji Velos, dhe distancimin e bashkisë Lushnjë nga ky veprim. Kujtojmë që në ditën e shlirimit të Lushnjës, bashkia i dha titullin qytetar nderi Dr. Gjergj Velos, gjë që solli një reagim të fortë të një pjese të shoqërisë civile në Lushnjë dhe jo vetëm, për shkak se Dr. Velo, funksionari i pushtetit komunist, kishte firmosur internimin e shumë qytetarëve lushnjar. 29 shtator kemi marrë një vendim për dhënien e titullit qytetar nderi për ish kryetarin e Komitetit Ekzekutiv Gjergj Velo. Për qenë sinqert, edhe nga pjesa jonë është marrë pak me neglizhencë kjo gjë, edhe pse jo unë personalisht. Por nga ana tjetër, shumë të dhëna dhe materialet dolën pas dhënies dhe pas miratimit të këtij vendimi. Dhe janë faktohen dhe shikohen, ndoshta ju, bashkia, këshilli, mund të justifikohet në faktin se kemi pasi shkresë dhe me të drejtë kemi pasi shkresë në autoritetit dosjeve, ku aty citonte që zotnia nuk ka qenë antar i Komisionit Internim Dëbimit në qendër. Por kjo nuk e shbënte faktin, që më mbrapa e njohur, që ishte kryetari Komisionit të Internim Dëbimeve këtu, sepse sipas një dekreti dalë asaj kohe e mandatonte drejt për drejt kryetarin e Komitetit Ekzekutiv si kryetar të Komisionit të Internim Dëbimeve. Që mos zgjatem sepse çdo këshilltar e ka përpara këtë material, do doja që të ndiqen të gjitha hapat e mundshme patjetër ligjore, në mënyrë që jo vetëm ne, por kushdo nga ky këshill të dalë faqe bardhë, le të themi, të tërhiqet ky si titull, sepse na nderon jo vetëm ne, por na ndal edhe një precedent në të ardhmen. Nuk mundet kurse që asnjëri prej nesh bëhet palë dhe të mbështesë ish figura të sistemit diktatorial. Dhe jo vetëm që s'duhet ta dekorojmë, por ama duhet edhe t'i dënojmë nëse është e mundur. Dhe fundit fare, gjitha ato reagime dhe prisja, dhe duke vënë veten pozitiv, prisja që vetë zotnia dilte dhe thoshte Orbana merrin se unë kam qenë pjesë. Nuk e bën një gjë të tillë, hajde ta bëjmë ne, të nderojmë të përballje që është bërë këtij Këshilli Bashkiak, të nderojmë veten tonë dhe të ndalim këto precedent. Unë personalisht, ky është mendimi personal i im, jam dakord me atë motivacionin për urbanizimin e qytetit, në ato vite se kam qenë e kam arritur atë. Por duke parë materialet shtesë të publikuara në Facebook dhe ato që pa lexova dje, unë distancohem nga ky veprim publikisht. 130 familje të internuara nga dora e tij. Unë distancohem personalisht, ju lutem mos e politizoni këtë punë.